cilin ne e kemi ndërtuar me 28 dhjetor, e ka kriju një situatë tillë që e kemi një parti e cila ka filtuar në mënyrë plebiscitare me 51% se asnjëherë më parë në historinë politike të Kosovës, dhe mendoj që është e pakuptueshme, është nonsens me prit që ajo parti do të akceptoj një kandidat partijak për cilës do prej partive. Nuk ka kuptim. Në situatë tillë, e vetmja mundësi kishte qenë, se që thash, me një kandidat pranueshëm, që se ka asnjë lidhje me asnjë parti. Kjo është Vjosa. Që s'me përmend Vjosën, sepse tash e keni edhe frikën e Vjosës ju. Unë e piu vej. Tash kur zënë as Vjosën më përmend, Albinis më përmend. Jo, Halil, logjika Vjosa me thonë është opozita me pru një kandidat si kundërshtar. Amo duhet me kanë dy potencialisht edhe tjetri Dunja Osmani. Le të sjell vetvendosja, po më le të sjell opozita Vjosa Osmanin. Pse opozita, e pse jo Albini që ka punu 5 vjetë me to, a ka qenë e listës të Albinit Vjosa? Po së është mua listës të Albinit? A nuk është mua, ka zoj popullit, jo mu e se unë e di. Po ata po thonë që s'janë ma. Kush tha? Po thot Vjosa. Jo, as Vjosa. Po jo po thonë që si Jo, thonë. s'po guxojnë as që ato me thonë. Jo, nëse me ju shko. Ajo, shiko, Ajo i bëri shumë veprime. e koni fshetje popullore, është e vërtet. Po, ai çaj populli, po menon